Aktori i humorit Visiano Kcenaj ka vendosur të mbajë një qëndrim të qartë duke dalë publikisht në mbrojtje të mirit. Përmes një postimi në llogarinë e tij në Instagram, Visiani ka shënjestruar drejt për drejt opinionistët e programit, duke i akuzuar ata për standarde të dyfishta në gjykimin e situatave dhe trajtimin e konkurrentëve. Sipas tij, ata po tregojnë thellësisht të njanshëm në analizat që bëjnë gjatë netëve të Prime-it. Në reagimin e tij të ashpër, aktori vë në dukje kontrastin e qasjes së tyre ndaj veprimeve të mirit krahasuar me ofendimet që ky i fundit ka marrë vazhdimisht nga banorët e tjerë. Opinionistëve ju bën përshtypje që miri lë të nënkuptohet një koment negativ që dëgjoi jashtë, por nuk u bën përshtypje kur i thon mirit para gjithë Shqipërisë pervers dhe manjak. Opinionista pra jo shaka, shkruan Visiani me nota të forta ironie. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.